I ekzekutuan babain, kush është Rohan Brahimi dhe kaluara erët e mikut të Rajës e Plauren Dervishajt. Vrasja e 32 vjeçarit shqiptar Rohan Brahimi tronditi Athinën, ku pamjet e trupit të pajet të tij zun faqen e parë të mediave helene. Atentati mafioz i kryer nga 2 persona që janë afruar me motor dhe më pas kanë qelluar në lëvizje Brahimin, ka angazhuar në veprime hetimore dhe policin shqiptare, cila ka asistuar me informacion policinë e Athinës. Brahimi kishte udhëtuar nga Dubai në drejtim të Athinës për të festuar Pashkët me djalin e tij, por lëvizjet kanë rënë në sy të kundërshtarëve, të cilët e kanë monitoruar më së miri. Emri Rohan Brahimit ndodhet në kartotekat kriminale të policisë si dyshuar në disa ngjarje të rënda nga 2 atentatet ndaj ylli Brahimit, vrasjen e Manecit, hasmërinë e gjakmarrjes me familjen Gjeloshi në Lezhë dhe deri tek dyshimet për pjesëmarrjen e tij tek masakra e mbikalimit fushkrujës, ku mbetën të vrarë Dilken Vata, Brillant Martinaj dhe Besmir Hoxha. Për herë të parë, emri Rohan Brahimit u lançua në media nga ish-drejtori i policisë së Lezhës, Olti Bistri, i cili gjatë një njoftimi në muajin dhjetor 2021 tha se kishte shpallur në kërkim Rohan Brahimin, Ramazan Rajën, nipin e ish-deputetit Partisë Socialiste Rahman Raja dhe Alessio Dobruzin, si autor të terrorit të ushtruar me armëzjarri në ambientet e një bilardoje. 3 persona ikën me shpejtësi nga Rinasi në drejtim të Dubait, duke mos u arrestuar nga policia, ndërsa pak muaj më vonë çështja kundër tyre pushohet në prokurorinë e Lezhës. Hetuesit në Shqipëri thonë se vrasja Rohan Brahimit vjen si pasojë një sage eliminimesh fizike që ka nisur qysh prej vitit 2014 në qytetin e Lezhës, dhe konflikti vazhdon të qëndrojë hapur duke marrë jetë njerëzish. Pista kryesore e ekzekutimit të Brahimit në Athinë lidhet me një histori të vjetër gjakmarrje mes 2 familjeve Prendi dhe Gjeloshi.